Ansambli Skënderbeu i Korçës në kuadër të një turneu në viset shqiptare ka performuar në Gostivar të Maqedonisë së Veriut, duke përcjell traditën e këngës, valles, të kostumeve, por edhe duke shkëmbyer vlerat kulturore mes dy qyteteve. Ka qenë një iniciativë e drejtuesit artistik të ansamblit Josif Minga për të realizuar këtë tur me qëllim bashkëpunimin dhe shkëmbimin kulturor mes shqiptarëve në troje të ndryshme. Me iniciativën e profesor Josif Mingës, miku tim të dashur, e organizuam të koncert që qyteti me qytetin të shkëmbejnë vlerat e vetë kulturore, njëkohësisht edhe afrohen njerëzit me njëri tjetrit, për të afrojnë njëri tjetrin, shkëmbejmë kulturën tonë. Ka qenë një koncert i cili është shijuar nga qytetarët, por edhe nga profesionistët e fushës, të cilët kanë qenë të ftuar. Unë gjithmonë jam marrë me këngë qytetare dhe sonte jam ndjej shumë i privilegjuar që më kanë bërë një ftesë të tillë, të ndjeki një koncert që ka kohë që nuk kam ndjek një koncert të tillë. Sonte kemi parë disa veshje që unë asnjëherë s'kam parë dhe shumë jam i kënaqur që sot mora dhe informacione të tjera për vallet të tjera që kemi. Turneu i ansamblit Skënderbeu të Korçës do të vijojë edhe në troje të tjera shqiptare.